Tash unë jam regjistru, jam pranu, domethënë garën më të njohur në botë, një Team Beach që bëhet në Chamonix në Francë. Është gara më e njohur e këtij niveli, domethënë vrapimit malor, është 170 km me 10.000 metra disnivel. 10.000 metra lartësi. 10.000 metra lartësi mbitetare. Po, edhe jo lartësi mbitet, po disnivel me ku fillon edhe ku. Po, edhe është ndjenje e mirë për mua sepse marr pjesë për herë të parë sepse shumë vrapues në botë me vitet e tona aplikojnë edhe s'mundin me u regjistru atë sepse është një kriter i madh për më regjistru atë për më pranu sepse regjistrohen 10.000 veta, a kërkesa është 200.000 veta që aplikojnë. Wow. Se këto garat një Team B janë si lotari, për shembull duhet me marr pjesë me një garë në kuadër të sajna, me fitu do pik, do gur, e tani mu kualifiku për ta. Tani hidhet shorti, nëse të bjen shorti pranohesh, nëse jo vitin tjetër. Kështu që unë kam pas fatin edhe si kampion i Kosovës që jam, domethënë performancat që kam pas fitoret në për gara ndryshme, domethënë jam pranu edhe për ata, kam pas fatin mu pranu më një herë. Kështu që tash fokusi jam është domethënë krejt puna çka kam e bë për atij që më mund me pas një performancë më të mirë. Në kodër sa edhe këto përgatitje që jetu i bë, me pa vetëm ku je. Po, fiks, sepse tash për shembull këto 50 që i kam bë, kam desh me këshir veten sa po mundem, sepse tash 3-5 që i kam pas atij i kam për një ditë kam i bë.